Ndodhe ke njësia nëmër 8. Ju prezantojmë një apartament 2+1. Pra, doktor Gjoni, jemi diku afër drejtorisë policisë, apo jo? Doktor Afrimi, jemi afër drejtorisë policisë ose përballë Intesa San Paolo. Do shesim një apartament të madh me sipërfaqe, 105 metra bruto. çmimi 140.000 euro, o njerëz. 140.000 euro pallati i ri. Tash ju do na ndiqni videon, doktor Gjoni. Hajde doktor Afrimi, hajde. Tash dikush mund të thotë që ja është shumë i 140.000 euro, sepse ti din që komentat nuk pushojnë, apo jo? Pallate të reja Realisht kushtojnë. Realisht nuk i bie çmimi shumë më tepër sa 1.300-400 euro metri katror, apo jo? 1.350 euro metri i bie. Bravo. Tash bëjmë fjalë, po, shikoni pak se do ta shihni gjithë apartamentin. Bëjmë fjalë për 95 metra katror bruto, neto, më fal, neto, 105 bruto. dhe 105 bruto. Ora çmimi tash me tregu siç ka ardhur, çmimi mirë. Po jemi kati 3 herë, pallat me ascensor, pallat pasi problem, pallat me administrator. Vije parë me rrugën kryesore. Jemi direkt ke njësia bashkiake, apo jo, doktor Gjoni? Njësia bashkiake nëmër 8. Ju shikoni pak videon, Ose 400 metra nga muzeumi. 400 metra nga muzeumi. Si nuk është më afër shkollës Artilikosi, ku deni lloj. Ju asgjoj ta blini këtë apartament. Nuk do t'ju dhemi kokës. Ndishte video. Ciao, Ndishte video. video. Bravo.